kur shkojmë te ligji, shohim vetëm administrimin, ndërsa mbikëqyrja nuk ekziston fare në kuadër të dispozitave. Pastaj kemi edhe disa anomali të jashtëzakonshme në drejtim të ligjit që këtë gjykatë bën me parim të suprimacionit në raport me sistemin gjyqësor. Gjithë sistemi i drejtësisë është në funksion të kësaj gjykate e besoj që këto çështje duhet me u adresu në mënyrë që asgjë më tepër ne nuk kërkojmë vetëm që këtu të vendoset drejtësi e ajo që kemi pa deri tash, me mungesë të kësume të transparencës, me stërgjatje të procesit, me faktin që po dëshmohet si që kemi thënë prapa këtyre që ndrojnë prova dhe argumente të shtetit serb, atëherë vlerësoj që janë të mjaftueshme për ta ngritur alarmin në drejtim të asaj se çka eventualisht mund ta pret epilogun e këtij procesi. Ja, Qeriqi, a është pafuqi institucionale për të reaguar, pra kanë çfarë bëjnë, apo është jo vullnet? Ose të dyja bashkë. Ku janë? Nuk e di, fatkeqësisht ne nuk e kemi pa gjatë kësaj kohe, gjatë këtij mandati qeverisës që ka pas do të thotë ndaj reagim në këtë drejtim. Nuk e dia ka pas ndaj reagim sot nga ana e institucioneve të Republikës së Kosovës. Tash jo. Edhe përveç aty në obligimeve ligjore të cilat i ka për pagesat e mjeteve për avokat, do thotë fatkeqësisht kjo qeveri mund të them se nuk është marrë fare me këtë gjykatë. Do thotë nuk ka bërë asnjë hap, asnjë lëvizje në mbrojtje të krerëve të ushtrisë të Kosovës. Dhe përgjithsisht e shihni veprim të gabuar nëse s'ka reagim të tillë. Ndoshta sikur të kishte qenë në opozitë, besoj që ta kishte ngritë zonën më shumë, por fatkeqësisht prej momentit që është në qeveri. Po është pak e çuditshme se as opozita nuk po ngritë zonën. Nuk e shoh. Po di çka kanë. Nuk e di, unë shohim disa reagime, do thotë në profilet e tyre në Facebook, po nuk ka ndaj reagim të fuqishëm kështu, sepse është dashur me ndërmarrë një iniciativë në këtë rast edhe opozita për me formu një komision i cili do ta mbikëqyrte gjithë këtë proces. E para vlerësoj që fakti që janë paragjyku shkrerët e ushtrisë qendrore të Kosovës nga ana e prokurisë me tekst veçantë, kjo nënkupton që një pjesë e atyre që merren me ato procese kanë analizuar kontekstin lokal dhe madje një pjesë e tyre dhe kanë punu këtu në kuadër të EULEX-it për shkak natyrisht që kanë qenë të mandatuar me i hetu veprat penale të krimeve të luftës deri në vitin 2018, që në fakt kanë dështuar në përgjithësi, edhe fakti që i kanë paragjykuar në bindjen time ka qenë një tendencë për me justifikuar mos punën e tyre. Mirëpa kanë pas edhe